Është mbajtur sot e vendi final i projektit zgjidhje turistike dhe mjedisore për liçenin e Shkodrës. Gjatë këtyre 2 viteve, projekti kishte si synim pastrimin e ujërave, promovimin e ekoturizmit dhe të kthejë vijën liçenore në një destinacion të qëndrueshëm përmes ndërhyrjeve mjedisore dhe mbrojtjes së biodiversitetit. Në kuadër të këtij projekti janë realizuar shumë aktivitete si promovime, domethënë të zonës së mbrojtur, infrastrukturë, pra ngritja e një qendre informimi për promovimin e zonës së mbrojtur dhe për promovimin e turizmit të qëndrueshëm, që do jetë përfitim direkt për banorët lokal të zonës. Gjithashtu është kontraktuar ose bler një pajisje për pastrimin e liçenit. Ky projekt për liçenin ka 2 ndikime kryesore, ka ndikim pozitiv nga ana natyrore dhe ndikim pozitiv nga ana turistike. Drejtori i ADZM Shkodër Akim Dardha foli dhe për disa çështje kyçe që lidhen me sfidat mjedisore të liçenit të Shkodrës. Në shumë raste njerëzit pyesin, kjo është zonë e mbrojtur, dhe nuk banorët privilegjohen ose në të kundërt disa ndeshkohen. Por në fakt të vërtetë është ndryshe, zonë e mbrojtur jo zonë ushtarake, është zonë e mbrojtur mjedisore, që do thotë ka shumë aktivitete turistike që lejohen, por duhet vjen të menaxhohen dhe të bashkëndojnë punën mes mjedisit, turizmit dhe traditës vendese. Fatmirësisht, në prizë e liçenit tonë, kudo në perimetrin e saj nuk kemi industri, nuk kemi zhvillim të ekonomisë bujësore që ndikon drejt për drejt në ndodhjen dhe ndëmtimin e ekosistemeve, por kemi një zhvillim tradicional dhe kjo është një fat i mirë për zonën tonë. Duke qenë se është një zonë nërkufitare, problematikat e saj mund të jenë ato makro, kryesisht kemi ndotje që vijnë nga ujërat e zeza, që nga Bashkia Malësisë Madhe ose Bashkia Shkodër, dhe grupa septike që ndodhen gjitha ndërtimet ose bujtinat që janë rreth në liçenin e Shkodrës. Po tani më ka filluar edhe projekti për studimin e fizibilitetit që këtë problematikat e zgjidhen. Një ndër problematikat më kryesore, më shqetësuese që kemi pas liçenin e Shkodrës, ku edhe gjatë projektit është diskutuar kjo punë, është mënyra e peshkimit të liçenit e Shkodrës. Ndërsa takimin e përshëndetje edhe prefektja e Shkodrës Holda Duda, duke u ndalur tek rëndësia e këtij projekti. Unë do të vijoj me falënderimin edhe për gjithë partnerët ndërkombëtar që e kanë mbështetur këtë projekt, por edhe për gjitha organizatat lokale, gjitha edhe institucionet, qoftë ato lokale, qoftë edhe institucionet qendrore, për vizionin e mbështetjes dhe zhvillimit të këtij projekti. Dhe pse jo, ne jemi të hapur edhe shprehim angazhimin tonë si institucion që të bëhemi pjesë e vijshmërisë së këtyre projekteve.